Aloe vera të shpëton jetën, ja si ta përdorni për të trajtuar këto 7 probleme. Bim aloe verës është e njohur për benefitet e saj që i sjell trupit të njeriut. Shumë prej nesh kanë dëgjuar se është efektive për të lehtësuar djegjen nga dielli, por në fakt edhe në shumë përdorime të tjera. Ajo renditet si një nga bimët e preferuara të Kleopatrës. Ja disa përfitime të saj të listuara sipas brejtësajt që do të merrni nga përdorimi i aloe verës. Lehtëson prerje dhe plagët e lëkurës. Nëse prisni bimën aloe verës në mes, pjesën e butë që gjenden në brendësi mund ta përdorni për të rigjeneruar lëkurën në rast se priteni ose keni plagë. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Lehtëson djegjen nga dielli. Prisni sërish bimën në mes, merrni pjesën e butë gjelin e saj dhe vendosni në kontakt të drejtë për së drejti me lëkurën tuaj. Ajo ka efekte qetësuese dhe rigjeneruese për qelizat e djegura, sidomos nga pjesa e diellit. Kundër pickimit të insekteve. Pickimet e insekteve mund të sjellin dhimbje ose djegje të lëkurës. Aloe vera ju ndihmon të liroheni nga dhimbja ose djegja. Mjafton të aplikoni gjeli në zonën e lënduar. Problemet e puçrave dhe akne do të reduktohen në ndjeshëm. Kjo bimë është e njohur për të riparuar qelizat e lëkurës dhe ka veti të mira antibakteriale. Të gjitha këto ndihmojnë në parandalimin e puçrave, irritimeve, akneve dhe problemeve të ngjashme. Aloe vera mund të përdoret si një maskë ideale për shëndetin tuaj të flokut. Përveç lëkurës, bima aloe verës është e dobishme në lehtësimin e rënies së flokut. Janë mënyra se si mund të përdorni ato të cilat do t'japin rezultate fantastike për shëndetin tuaj të flokut. Në këtë rast, prisni bimën në gjysmë dhe vendosni 2 lugë gjelle nga gjeli që do të merrni nga aloe vera. I fusni 2 ose 3 lugë vaj kokosi dhe 1 lugë me mjaltë. E vendosni gjithashtu edhe përbërjen në rrënjën e flokut dhe lini për 40 minuta. Më pas I lani flokët si zakonisht dhe do të keni rezultate fantastike për rigjenerimin e tyre. Aloe vera është një bimë parandaluese. Bima aloe verës përmban çuditërisht nivele të larta të antioksidantëve. Këto të fundit luftojnë radikalet e lira në trupin tonë, duke neutralizuar dhe duke parandaluar të rëndojnë më shumë edhe kapacitetin e shëndetit. Bima aloe verës ka rëndësi edhe në luftën që ajo ka edhe në radikalet e lira. Sa më e vjetër të jetë bima, aq më e dobishme është ajo për organizmin. Aloe vera do të ndihmojë ndjeshëm me sistemin tretës. Aloe vera përmban 8 lloje të ndryshme të enzimave që I bëjnë mirë tretjes. Veçanërisht enzimat që gjenden te aloe vera ndihmojnë në coptëzimin e sheqernit dhe yndyrnave, të cilat shkaktojnë probleme me tretjen. Aloe vera përmban aminoacide thelbësore për organizmin. A I dini se aloe vera përmban 19 nga 20 aminoacide natyrale që kërkon trupi I njeriut. Trupi ynë prodhon vetëm 12 nga këto antioksidantë domosdoshëm. Të tjera mund të merren përmes konsumit të pijeve dhe ushqimit. Aloe vera ndihmon gjithashtu në shkëlqimin e lëkurës. Të gjithë kemi dëgjuar për mrekullinë që bën uji mineral në make-up, por ju mund të mos e dini se aloe vera përmban 10 prej mineraleve më të fuqishme që I duhen lëkurës. Minerale kyçe si kalciumi, kromi, bakri, hekuri, magnezi, mangani, fosfori, natriumi dhe zinku gjenden te bima aloe verës. Ndaj përdoreni këtë të fundit për të pastruar fytyrën në mënyrë që të dukeni për herë të reja edhe me një lëkurë me shkëlqim. Aloe vera gjithashtu është një zgjidhje shumë e mirë kundër akneve. Për shkak të përmbajtjes së mineraleve, një prej të cilave është edhe zinku, I cili ka një rol kyç në produktet e bukurisë, aloe vera mund t'ju ndihmojë në zhdukjen e akneve. Zinku redukton yndyrën natyrore që prodhon vetë lëkura. Disa studime këshillojnë që aknet krijohen si pasojë e mungesës së zinkut. Aloe vera ndihmon gjithashtu në rregullimin e lëkurës gjatë dëmtimeve të qelizave. I ftohti shpesh shkakton problemin e shkatrimit të qelizave duke sjellë kështu dëmtimin dhe hapjen e problemeve në pjesën e ekspozuar të trupit. Fazat e këtij dëmtimi janë 4. Fillimisht lëkura skuqet, pastaj krijon një formë të lëngshme, dëmtohet dhe përfundimisht stresa e sipërme e lëkurës mund të jetë gjithashtu edhe në formë gangrene
Aloe vera mund të rigjenerojë shëndetin tuaj në këto raste. Aloe vera është një zgjidhje fantastike kundër rënies së madhe të flokut. Aloe vera ndihmon në rritjen e flokut të shëndetshëm duke rritur qarkullimin e gjakut në skalp. Enzimat përbërëse japin aloe verës mundësinë të jetë një lëndë e dobishme në balancimin e pH-it të kokës. Ajo redukton gjithashtu nivelet e sheqerit në gjak. Diabeti është një çrregullim i metabolizmit i karakterizuar nga sekretimi i ulët i insulinës. Përdorimi i produkteve të duhura ushqyese mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë edhe kundër këtyre komplikacioneve. Një prej përdorimeve më të fuqishme të aloe verës është vaji esencial me veti të shkëlqyera që mund të ketë për organizmin tuaj në tërësi. Gjethet e kësaj bime dhe xheli në veçanti mund të ofrojnë pjesë madhore të vlerave ushqyese. Këto dy pjesë të bimës përdoren zakonisht në përgatitjen e vajit. Qytetrimet e lashta e vlerësonin bimën aloe verës dhe e përdorin atë kundër një sër komplikacionesh, siç janë acarimet e lëkurës, problemet të akneve e të tjera. Ato e quanin aloe vera si bima e përjetësisë. Këshillohet të përdorni atë vazhdimisht në dietën tuaj duke ditur rëndësinë e madhe ushqyese që ka për organizmin. Aloe vera dhe vaji i saj mund të ofrojnë vitamina A, vitamina C dhe B, proteina minerale, antioksidant mjaft të rëndësishëm në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Shëndeti juaj i stomakut do të përfitojë ndjeshëm me përdorimin e aloe verës në dietën tuaj të rregullt. Vaji i aloe verës ka avantazhe kundër inflamacionit. Ai ndihmon në oksigjenimin e gjakut dhe ndihmon qelizat që të mbrojnë në sistemin tretës. Ky vaj është me të vërtetë i dobishëm në trajtimin e sindromit së zorrës së irrituar, konstipacionit gjithashtu dhe refluksi i acid. Aloe vera është një zgjidhje shumë e mirë kundër shenjave të lëkurës. Ky vaj përshpejton procesin e shërimit të lëkurës dhe parandalon gjithashtu edhe formimin e shenjave. Vaji i aloe verës përdoret për të lehtësuar edhe kapilarët e gjakut duke mbajtur lëkurën më të shëndetshme dhe më të mbrojtur kundër këtyre shqetësimeve. Sistemi juaj imunitar do të përmirësohet ndjeshëm me përdorimin e aloe verës. Aloe vera përdoret për të mbajtur nën kontroll nivelet e glukozës në trup. Gjithashtu vaji i aloe verës mund të përdoret si deodorant natyral. Vaji i aloe verës ka një aromë shumë të mirë, ndaj mund ta përdorni si deodorant natyral për të larguar aromat e pakëndshme të trupit tuaj. Për më tepër, ky vaj mban nën kontroll edhe problemet e djersitjes. Atë mund ta aplikoni gjithashtu në lëkurë ose në zonat e djersitura dhe ta përdorni edhe për të përmirësuar dukjen e shëndetit tuaj. Përdorimet e aloe verës mund të jenë fantastike edhe në rigjenerimin e organizmit, sidomos edhe në luftën kundër shqetësimeve të kapslëkut. Për shkak të efekteve të saj laksative, lëngu i aloe verës mund të përmirësojë lëvizjen e zorëve. Megjithatë, nuk duhet të përdoret në zgjidhje afatgjata, por në zgjidhje afatshkurta mund të japë rezultate fantastike për shëndetin tuaj tretës, citoi studimi. Aloe vera mund të mbrojë ndjeshëm shëndetin tuaj të lëkurës. Sipas Cleveland Clinic, dehidratimi mund të jetë një shkatrimtar kryesor i problemeve të lëkurës. Duke ndihmuar në hidratimin nga brenda, lëngu i aloe verës mund të përmirësojë gjendjen e lëkurës suaj, ta bëjë atë më të shëndritshme dhe të mbajë larg gjithashtu komplikacionet të ngjashme. Aloe vera ka veti të mira antiinflamatore. Vitamina C dhe vitamina E në aloe vera funksionon si antioksidant, të cilët reduktojnë kështu edhe ndikimin e inflamacioneve. Ato luftojnë ndikimin e radikaleve të lira në organizëm, të cilat mund të shfaqen edhe komplikacione të njëpasnjëshme. Aloe vera mund të përdoret gjithashtu edhe për të përforcuar sistemin tuaj imunitar. Falë përmbajtjes së vitaminës C, aloe vera ndihmon sistemin imunitar duke mbështetur kështu edhe procesin e shërimit dhe përmirësimin e funksioneve tuaja mbrojtëse. Gjithashtu, aloe vera do të lehtësojë problemet e urthit dhe të refluksit dhe mund të japë zgjidhje afatgjata lehtësuese kundër këtyre komplikacioneve. Përdoreni atë me kujdes për të marrë ndikimin e saj pozitiv në mbrojtjen e shëndetit. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
Të mos zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i vënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.